Ndryshon mosha e daljes në pension në këtë vend, jasa shkon në vitin 2040. Parlamenti danez ka miratuar pa shumë kundërshtime një ligj që rrit moshën e daljes në pension në 70 vjeç nga viti 2040 nga 67 që është sot. 81 deputet votuan pro ligjit dhe 21 kundër në Danimark, që nga reforma e vitit 2006. Mosha e daljes në pension është lidhur me jetëgjatësinë dhe rishikohet çdo 5 vjet. Në vitin 2030, mosha e daljes në pension do të jetë 68 vjeç dhe në vitin 2035 në 69 vjeç. Ligji i ri e përcakton moshën e daljes në pension në 70 vjeç për ata që kanë lindur pas 31 dhjetor 1970, pra për të gjithë ata që do të jenë 69 vjeç në vitin 2020 e mëtej. Verën e kaluar, kryeministria 47 vjeçare Mette Frederiksen tha se ishte gati të rishikonte sistemin kur mosha e daljes në pension të arrinte në 70 vjeç. Ne nuk besojmë më në automatizimin e rritjes moshës së daljes në pension, i tha ajo gazetës Berlingske në gusht.